Referencë janë një përpjekje e dështuar për të evituar pak këtë evazionin fiskal. Në Perëndim kanë gjetur një zgjidhje më të thjeshtë. Tek prona e parë, që është shtëpia që kemi ne, nuk ka nevojë për shtëpi me referencë fare. Pra, unë kam një shtëpi që sot kushton 100.000 euro. Do ta shes këtë shtëpinë se do blete lagja ngjitur se aty ka ardhur me shtëpi vjerra, bie fjala dhe do më mbajt kalamajt. E shes të shtëpinë 100.000 euro, shteti thotë ke dalë me fitim dhe po të mbaj 5.000 euro taksa. Shkoj te lagja tjetër, unë tani kam 95.000 euro për të bler shtëpi, nuk ka më 100.000 euro, edhe atje 100.000 euro shtëpia. Nuk ka fitim të shtëpi e parë. Është nonsens. Fitimi ka të shtëpi e dytë e tutje që ti mund ta bësh biznes. Dhe bota e zhvilluar e ka zgjedhur këtë. Nëse ti e mban pronën bie fjalë më shumë se 2 apo 3 vjet e ke për banim. Nëse e qarkullon, do të thotë që e ke për biznes dhe të tatojnë si biznes. Tatim fitimin si biznes. Kjo çmimet referencë tani e komplikojnë jetën e shitësit, të blerësit, noterit, agjendit imobiliar, qeverisë, kujt të duash ti, se të gjithë tani përpiqen si të shmangen kësaj skemës. Pra, në një apartament që e ka çmimin referencë, po themi 70.000 euro, por pronari e shet 100.000 euro, tani hajde si do rregullojmë këto 30.000 euro. Nuk e bëj unë, po themi të tjera. Po fillojnë, do më thënë, skema të detyron ty tani që ti të bësh akoma më i zgjuar për evazion. Nuk ka nevojë për një skem të tillë fare. Kjo tregon mungesë besimi te populli yt. Pse ke mungesë besimi? Lëri njerëzit të vazhdojnë të shesin dhe të blejnë shtëpinë tyre të parë. Ata që bëjnë biznes, monitoroj biznesin, se do vesh ti do restauroshin shtëpi apo do ndërtosh shtëpia, pallat, më the tash, ti ke bilanc biznesi. Kontrolloj bilancin e biznesit. Nuk jam ekspert financash, po e di që nuk zgjidhet kjo punë me çmimet referencë. Tani në Tiranë çmimet referencë nuk kanë lëvizur. I kanë lëvizur në Bregdet. Pra nga janari, jo vetëm Bregdet, në gjithë zonat e Shqipërisë, sepse Durrësi bie fjala kishte 2-3 çmime referencë, tani janë zgjedhur zonat Buzdetit, është më shtrenjtë. Po bën thash pronësime me urgjencë që mos të kapin çmimet. Që mos kapin çmimet referencë. Diku aty tek parku arkeologjik. Plakat për flokësh. Pra, sa do të përpiqen me këto çmimet referencë, unë them që është një përpjekje dështuar dhe në afatmesëm afatgjat do t'i kthehen skemës perëndimore. Një tjetër realtor i famshëm i këtij vendi më shkruan në mënyrë konstante, megjithatë thotë që çmimi i referencës është thjesht për